إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على ذكره وطاعته وتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Besimtar të ndershëm, vëllezër të ndershëm, xhamat I kësaj xhamie të ndershëm, gjitha falënderimet, gjitha lavdatat, gjitha meritat I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu xhelle xhelaluhu, krijuesi të gjithësisë, krijuesi ton. Salavatet tona, selamet tona, përshëndetjet tona në këtë ditë të bereqetshme, në këtë ditë të bekueshme I dërgoi Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij, shokëve të tij dhe para ta cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Para se ta marrim fjalën e hutbes, dëshiroj që nga ky vend I shenjtë, nga ky minber, ta falenderoj sinqerisht kolegun tim, profesorin, hoxhën dhe imamin tuaj të ndershëm, profesor Nasir Kastratin, I cili na mëdhësoi që ta marrim fjalimin e sotit, megjithse ne kemi ardhur si mysafir dhe kemi dëshirë dhe nevojë për më dëgjua më tepër se sa më fol, por ndera e tij, sinqeriteti e tij dhe kultura e tij e lartë fetare nuk pranoi vetëm se më marr fjalimin unë sot. Prandaj e falenderoj sinqerisht, po ju falenderoj edhe juve xhamatin e kësaj xhamie që gjithmonë keni treguar gatishmëri dhe mirë kuptim për ligjëratat tona. Në radhë të dytë kemi ardhur nga Medinja Muhamedit alayhi salatu wassalam, nga ai vend mubarek. E keni selama dhe përshëndetje nga ata profesor, doktor dhe nga ata muslimanët atij vendi mubarek. Shumë ju përshëndesim me zemër. Prandaj pranoni selamet e tyre ju lutem. Rrugës duke ardhur kemi qenë në një konferencë internacionale për Kur'an dhe komentimin e Kur'anit në Amman të Jordanisë. Aty ndajtëm disa ditë, edhe ata ju kanë përshëndetur sinqerisht dietar dhe profesor doktor të Ammanit, muslimanë të këtij vendit, sidomos kur unë joftuam, prandaj pranon edhe selamet nga ai vend I bereqetshëm dhe vend I diturisë. Rrugës duke ardhur jemi ndalë edhe në Shamin Sherif në Siri te profesor doktorët tanë ku jemi shkolluar, që pas 20 viteve ishte kënaqësi e madhe për një student të tyre, për një frut të tyre si une, të kthehet dhe t'i vizitoj profesorët e tij pas 20 viteve. Prandaj keni të falë edhe nga profesorët, doktorët tonë që kemi mësuar dhe kemi studiuar së bashku me imamin tuaj, profesor Nasir Kastratin. Po xhamat të ndershëm, ka mjaft çka të flitet për Islamin. Po unë për ditë të sotit mendo desha tua bëj një hutbë apo një fjalim. Inshallah nuk e zgjati, apo nëse e zgjati, mos ma shihni për të madhe, se është tema asisoj për një 5 minuta më tepër se zakonisht, sa hoxha, ndoshta detyrohem e zgjat, po do të mundohem shumë me e shkurtuar. Është me rëndësi për hoxhallarët tanë. Dhe kjo ligjërat mirë kishte me qenë sot edhe me qenë prezent edhe imamët, kolegët e mi të Prizrenit, profesorët e medreses, profesorët e fakultetit. Kjo ligjërat ka qenë shumë më rëndësi edhe për ata, po edhe për ne, po edhe për ju si intelektual të kësaj xhamie. Është më rëndësi për ju të dihet mirë se çka debatohet sot në xhamiat e Medinës apo të Arabisë Saudite,
apo të Mekës, pastaj më ardhur të na. Çfarë ligjërata hoxhallarët dhe imamat e Medinës dhe të Mekës po japin xhamatit të tyre brenda këtyre ditëve. Besimtarë të ndershëm, shumë shkurt do të mundohem me qenë i qartë. Duke pas problemet aktuale dhe problemet globale që na kanë rreziku që po na kanoset nga çdo anë e botës. Problemet kulturore, problemet tradicionale, problemet shkencore, integrimi ynë me Evropën, kulturat e huaja në Kosovë, gërshetimi i kulturës islame me kulturat e huaja. Çka duhet bërë muslimani në këto ndryshime të jetës globale, në këto ndryshime të kohës sonë bashkohore? Si duhet sjellur? Si duhet vepruar? Çfarë islami duhet për një musliman që jeton në shekullin 20 apo në prag të shekullit 21, çfarë islam duhet ta prezantoj sot para masës dhe para popullit? Unë po du me të regu vetëm disa aspekte se çfarë islami prezentohet në Medinë, pastaj do ta shohim a bën edhe ai islam që të prezentohet këtu tek ne. Në Medinë, para 2 javëve, unë bajt konferencë internacionale për dialog në mes të religioneve në Spanjë, në Madrid të Spanjës. Mbreti Abdullah mori pjesë dhe ishte udhëheqës lideri kryesor i lindjes së mesme i botës arabe për me prezentua një islam moderator, një islam të mesëm dhe mesatar dhe jo me ekstremizëm para Evropës dhe para masës, dhe mbreti Abdullah së bashku me dietar që i kishte për rreth morën pjesë në atë konferencë në Spanjë, në Madrid të Spanjës para 3 javëve, dhe të gjithë thirrën së bashku një zërit që sot duhet të bëhet një urë lidhse në mes kulturave të ndryshme që na sot po ballafaqohemi. Duhet të promovohet, duhet të prezantohet çështja e dialogut në mes religioneve dhe në mes të kulturave të ndryshme. Duhet të hapim derën e polemikës dhe dialogut edhe me idhtarët e religioneve të tjera. Jo të bëjmë pazarllëqen për fenë islame. Feja islame është e kompletuar dhe nuk ka nevojë as pak më u plotësua. Kjo është e definuar me Kur'an dhe me Sunet të Muhamedit alayhi salatu vesselam. Por kur vjen rasti dhe çështja e diskutimit dhe debatimit të problemeve aktuale dhe globale, çka ballafaqohen muslimanët anë mban botës, edhe muslimanët e Kosovës, edhe të Arabisë Saudite, duhet që dialogu të jetë në prezent edhe me pjesëtarët dhe me liderët e kulturave të huaja dhe religioneve të huaja. Dialogu duhet të hyjë në fuqi dhe të jetë më aktiv dhe t'i lëm paragjykimet, t'i lëm kundërshtimet, t'i lëm luftërat dhe të mos vim deri në kacafytje dhe në mos kuptim dhe në mos pëlqim me njëri tjetrin. Kemi mjaft çka të debatojmë me idhtarët e librit, me krishterët apo me çifut, katolik apo ortodoks, për çështjen e luftimit të drogës, për çështjen e luftimit të papunësisë, për çështjen e luftimit të narkomanisë, për çështjen e luftimit të trafikimit të popullit apo të njerëzve që sot po trafikohen, për çështjen e luftimit të dukurive të ndryshme morale që janë paraqit në Kosovë, mjerisht me një hof të madh. Ka mjaft çka të debatohet për mirëmbajtjen e pastërtisë, për luftimin e korrupsionit, për sinqeritet, për dashuri, për një mirëkuptim të mirë, kësaj edhe mbreti Abdullah para tërë liderëve të botës evropiane e prezantoi një thirrje speciale. Para 1 muaji në Mekë të Arabisë Saudite u mbajt përsëri një konferencë internacionale islame ku debatohet dialogu dhe rëndësia e tij me etnicitete të ndryshme dhe me popull të ndryshëm dhe me idhtarë të religioneve të ndryshëm në Mekë të Arabisë Saudite. Në Medinë Munawwara, në javën e fundit që jemi nis, edhe javën që ka kaluar, imamët e Medinës, hafëzlarët e Medinës, dietarët e Medinës, po thrasin për një islam mesatar, për një islam jo me ekstremizëm, për një islam, për një prezantim të islamit të butë, se islami është i butë, nuk ka agresivitet, nuk ka brutalitet, nuk ka konfrontim, nuk ka mosmarrveshje.
të gjithë së bashku, një zërit, thirrën dhe i kushtuar rëndësi që